këtu në shtëpinë e TV1. Sot do të trajtojmë një temë të ndjeshme, por thelbësore për shoqërinë tonë moderne, dhunën dhe llojet e saj, në një vështrim të thelluar psikosociologjik. Në një botë ku duart duhet të përqafojnë dhe fjalët të ngrohen zemrat, dhuna vazhdon të jetë pjesë e kësaj shoqërie moderne. Por a është kjo modernja? Dhuna ndodh pas mureve të shtëpive, në klasa e korridoret të shkollave, në rrugët e qyteteve dhe shpesh brenda nesh, në mendime të papranuara, në emocione të paqeta dhe në dhimbje të patreguara. Dhuna nuk lë vetëm shenje në trup, por gravim në mendje, emocione dhe shpirt. Në këtë epizod, do të udhtojmë në labirintin e llojeve të dhunës, duke e parë këtë fenomen jo vetëm si një akt, por si një pasojë e dhimbjeve të thella psikologjike dhe ndikimeve sociale që formojnë sjelljen e njeriut. Asnjë njeri nuk ka lindur për të lënduar dhe asnjë njeri nuk duhet mësohet të hesht përballë dhimbjes. Sot flasim, sot dëgjojmë, sot kuptojmë, empatizojmë e nesër akoma më mirë. Nuk zgjedhëm të lëndojmë askënd në asnjë lloj forme. Pas pak në studio për temën. Jemi bashkë kështu pra me mysafirët në studio për të diskutuar temën të cilën vetë se paralajmërova më herët. Më ka nderuar një psikologe dhe sociologe të cilat në TV1 nuk janë të panjohura, por në 2 janë për herë të parë. Mirjeta Pestisha Diliu, psikologe, mirë se keni ardhur. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Faleminderit juve dhe Dona Salihu, sociologe. Faleminderit, kënaqësi. Të fillojmë me temën për shkak që ka shumë gjërat përfshira brenda, por fillojmë me bazën. Si kuptohet dhuna në aspektin psikosociologjik? Fillojmë me psikologen, pastaj fillojmë me juve, Donë. Në fakt, dhunë i atribuohemi çdo dhune e cila paraqitet në jetën e një individi, duke filluar nga dhuna fizike, e cila mund të jetë më e shprehur në shoqërinë tonë, ndoshta jo që mund të jetë më e shprehur, mirë po ndonjëherë neglizhojmë format e tjera të dhunës, siç është dhuna psikologjike, dhuna emocionale, neglizhimi dhe dhuna seksuale. Këto janë në përgjithësi disa forma të dhunës, të cilat një person ose një fëmijë, nëse flasim nga ana psikologjike, si rritemi dhe si dhuna pastaj fillon edhe bartet brez pas brezi dhe si nuk mund të menjanojmë dhunën dhe agresivitetin e shfaqur, sepse në përgjithësi zakonisht e marrim nga fëmijëria e hershme, nga mënyra se si na kanë prindruar neve, nga mënyra se si ne kemi normalizuar dhunën, sepse deri vonë edukimi i fëmijëve ka qenë përmes dhunës, ka qenë një farë forme e disiplinimit të fëmijëve, ndoshta edhe në ato forma kur s'ka qenë dhuna fizike e shfaqur, gjithsesi ka qenë dhuna psikologjike, kërcënimet, neglizhimi apo dënimet e shumta të cilat prindët i japin fëmijëve. Dhe të gjitha këto janë forma të dhunës, të cilat fëmiu nëse prezantohet shpesh në jetën e tij, konsiderohet si diçka normale dhe ky fëmijë fillon duke u rritur dhe duke këtë dhunë duke shfaqur edhe tek të tjerët, ose duke bërë pjesë të personalitetit të tij. Pastaj, këta persona zakonisht kur janë të rritur me dhunë, kanë gjithmonë shoqërohen edhe me çrregullime të ndryshme, ndoshta edhe me çrregullime të personalitetit, me vetbesim më të ulët, gjithashtu edhe në rastet kur këta fëmijë një ditë janë të rritur e kanë shumë problem që të krijojnë marrëdhënie sociale apo bashkëvepruese me persona të tjerë. Pra mendohet se ajo është e duhura, pastaj modelizohet dhe mendojnë që çdo formë tjetër nuk është adekuate për ta. Po, sepse në fakt në atë mënyrë mësohen dhe nuk ka forma të tjera të cilet ata mund t'i modelojnë si sjellje dhe mua më vjen shumë keq që në shoqërinë tonë ende ekziston dhuna dhe ende prindërit mendojnë që përmes dhunës fëmiu mund të edukohet, mirë po pasojat janë shumë të mëdha, sidomos tek fëmijët, nëse rritën, nëse jo karshi fëmijëve të ushtrohet dhunë, edhe në momentet kur fëmija është prezent dhe e sheh dhunën, do me thonë atëherë kur e sheh ndoshta dhunën të motra, të vllau, të nëna, të baba, apo të dikush tjetër, e njëjta traumë do bartet tek fëmija. E që në fakt në vendin tonë, ndoshta që ka qenë ekspozuar një rast dhune
në vit mbase 2-3 hipotetikisht, kemi mbritur në çdo muaj nga një rast fatkeqësisht e tani po na zë javën. E dona në aspektin social, si mund të përkthehet dhuna në fakt? Atëherë dhuna dhe më thonë është një fenomen mjaft kompleks, i cili ndikon dhe më thonë normalisht të individi si fillim, po edhe në shoqërinë përgjithësi. Në aspektin sociologjik, dhuna trajtohet edhe mundohet me u analizu bazë që atyve marrëdhënieve të pushtetit edhe strukturave sociale. Dhe më thonë, dhuna ndodh kur kemi zbehje të disa strukturave, me qenë se shoqëria dhe me thonë është e përbërë prej që atyve strukturave dhe funksionan si e tillë, dhe me thonë ato mundohen që me e majtë atë normalitetin sociale dhe shoqëror. Në momentin që kemi dhe me thonë zbehje të këtyre strukturave, atër kemi edhe dhe me thonë ndodhin qëto dinamikat sociale, që përfshin edhe rastet si që janë rastet e dhunës. Pra, po thoni që në vendin tonë aktualisht kemi një zbehje të strukturave në mënyrën se si funksionojnë e më pas që përkthehet edhe në lirshmëri më të madhe tek qytetarët. Po. Shembull nëse shohim teoria e konflikt, do të thonë, e sheh dhunën si një produkt të qytyve dallimeve klasore mes grupeve. Në anën tjetër është teoria funksionaliste, e cila e sheh pikërisht dhunën si produkt të qytyve ndryshimeve në qëto strukturat sociale. Do të thonë, shoqëria që është në një zhvillim të pas hapshëm, edhe normalisht që mandej këto dinamikat sociale ndryshojnë. Nëse analizojmë për shembull në kontekstin kosovar, atëherë normalisht që si shoqëri në tranzicione dhe si shoqëri e dalë nga lufta, duhet me pa dhe qëtë aspektin, dhe më thonë se si ka ndiku lufta tek individet, por edhe tek shoqëria në përgjithësi, dhe më thonë traumat të cilat kanë mbet të shoqëria. Për shembull, njëra prej strukturave cila ka pësu mas shumë të ndryshime, sidomos në periudhën e pas luftës, dhe me thonë është institucioni familjes. Dhe me thonë, janë zbeh që ato normat edhe që ato vlerat kisha mi quj tradicionalit të familjes. Edhe normalisht kur ka zbehje të këtyre vlerave dhe normave, dhe me thonë gjithmonë ka hapësirë mandej për sjellje deviante, nështë ta me quj. Për shembull, nëse në të kalumën kemi pas një autoritet në familje, i cili një farë forme i ka regullu edhe i ka majtë në bashkësi edhe i ka majtë ma në kontrol qëto sjellje, dhe me thonë sot nuk e kemi ato, për shkak që është zbeh, dhe me thonë që kë roli i qëti personit autoritar që ka qenë familje dhe dhe me thonë ai një farë forme ka pas kontrolin social mbi antarët e familjes. Derisa sot, dhe me thonë në korat cilat po jetoj me individualizmi, dhe me thonë se cili person tenton që jetën e vetë, dhe me thonë me realizu si pas dëshirave të veta edhe prishmërive që ai ka për vetën. Endona, po thoni që pra, funksionimin e shtetit, lirshmëria e individëve të ndryshëm, çrregullimet cilat sjell lufta, PTSD, siç psikologjia e njeh, por gjithmonë vishem pas kësaj. Gjenetika është pjesë, përmendje dhe psikologja pjesën se si rritemi si fëmijë, pra çka modelizojmë dhe çka e quajmë më së normale. Por në fakt për të kthy pak në jo shumë larg në retrospektiv, pra në kohën e fundit ato që po ndodhin në vendin tonë. Jo gjithmonë duhet vishet pas kësaj. Grupmosha të reja po janë kryesisht, pra mesatarisht aty sillet, mesomosh dhe moshë e re. Kjo nuk mund të përjashtoj faktin e daljes pas luftës, por sikur ngarkesat mo nuk po din të i menaxhojnë. Mirjeta, në këtë drejtim, mundesh me na tregu të lutem për shkak që ju keni edhe nga afër raste. Pse është kaq e vështirë të menaxhohet emocioni, nervoza, ngarkesa e jashtme në shtëpi? Nuk po din me zhvesh atë mantill që e kanë të punës, të profesionit, prestigjit shoqëror, jashtë shtëpisë dhe në shtëpi jenë ai person i cili kërkohet shtëpisë. Nëse është femër, gru, vajzë, nan, etj, nëse është burr, pra bab, djalë, çka do qoftë që është në familje. Pse po shumë e vështirë me kuptu pozicionin me nda në fakt, familje dhe jashtë, ngarkesën e jashtme po e sjellim në shtëpi.
është shumë e vërtet që është e vështirë të ndahet jeta personale me jetën profesionale, sidomos nëse kemi një punë të ngarkuar dhe një punë e cila na jep stres. Në ditët e sotme, natyrisht që ka ndryshu disa fenomene dhe ka ndryshu për nga ana pozitive, sepse e tha dhe sociologja që ka qenë një person i cili e ka mbajt gjithë familjen me regula, mirë po ato regula të tjeret i ka mbajt nga frika, jo nga respekti shumë i madh që kam pas për atë person. Dhe më tha nga frika, sepse dhuna është konsideru si formë e frikës, dhe më tha i kanë friksu të tjeret për mes dhunës, sepse dhuna ka qenë diçka normale në familje që burri, dhe më tha, të ushtroj dhunë ndaj gruas dhe mos flasim ndaj fëmijëve, po edhe ndaj personave të tjerë. Dhe më thamë, burri ka pas gjithë autoritetin e tij që të bëj çfarë të dojë, dhe më thamë, me personat të tjerë, sepse ajo është krye familjare. Ndërsa në ditët e sotme është ndryshu kjo dhe shumë mirë që është ndryshu, për arsye që nuk kemi nevojë më përmes frikës, sepse edhe frika konsiderohet një lloj e dhunës. Në ditët e sotme kemi më shumë liri, mirë po kemi më shumë stres, për shkak që jeta ka ardhur aq dinamike dhe po i dim edhe kushtet të cilët ne jetojmë, gjendja financiare mund të jetë edhe një bazë tjetër e cila e ngarkon një person dhe unë mendoj që të gjithë tash që janë, po e them, mbajtës të familjes, ata të cilët ne sot po i rritim fëmijën, jo që nuk jemi pjesë e luftës, sepse të gjithë që jemi afër 30-ave ose kemi kalu 30-at, 40-at, 50-at kemi qenë në luftë. Dhe mendoj që mund të jetë një depresion, dhe më thamë, post-traumatik i kësaj, mirë po prapë se prapë unë mendoj që si shoqëni nuk e kemi të theksuar fakte që ne duhet të shërohemi për traumave. Dhe më tha, ne nuk kërkojmë ndihmë. Nëse ne kishim kërku ndihmë edhe kishim trajtu traumat e tona të cilët kanë ardhur prej një situatës ose prej luftës, po e them tash, ose prej ndoshta ristrukturimit të jetës personat të cilët e kanë pas si lloj stresi, ose gjithçka u shu dhe si të ndërtojmë prej fillimit, nëse kishin trajtu gjithë traumën, gjithë stresin, unë mendoj që kishim qenë më të qetë si popull. Mirë po, jemi popull që as prej të vegjël nuk e kemi predispozit që të mësojmë fëmijët që të shprehin ndjenja dhe emocionet e tyre. Ne i shtypim ato. Dhe shtypja e ndjenjave dhe emocioneve në fëmijërinë e hershme e bën një person i cili ndoshta mund të shtyp emocionet e veta, mirë po vjen një moment dhe mund të shpërthej sepse mbi ngarkohet ai person. Dhe po i shohim rastet e fundit. Nuk mund të them që një rast ose një rast tjetër mund të jetë për ndonjë çrregullim të caktuar, mirë po diçka në këtë mes ka, sepse nuk jam adekuate, normal disa nuk është dalë diçka për profesionalistëve të tjerë, mirë po unë mendoj që duhet të jetë diçka shumë madhore që ti të ushtrosh dhunë apo të çosh deri tek vrasja që ka ndodhur tek rasti në Prizren me vajzën, domethënë të mundohet të shuaj thuajse gjithë familjen. Dhe unë mendoj që ndoshta kjo mbi ngarkesa e madhe të cilët sot po e kemi, nuk e kemi pasur një model në fëmijërinë tonë ose në të kaluarën që të mësohemi se si të zbrasim këto emocione. Se si t'i komunikojmë emocionet tona, ku të adresohemi, kur ne jemi të mbi ngarkuar nga puna, kur ne jemi të mbi ngarkuar nga jeta, kur diçka nuk po shkon në mënyrën siç ne po dojmë. Domethënë, nuk jemi të mësuar, nuk kemi edukat të mirë fillt, që ne të merremi me veten tonë dhe me sinjalet të cilët po na jep trupi jonë dhe veprimet tona karshi një çrregullimi të caktuar ose karshi simptomës së ndonjë çrregullimi. Në fakt nuk kemi kulturë as lexojmë as të shkojmë tek psikologu për 101.000 arsye. Pavarësisht që ka fillu të lirohet dora, po? Munde me u lidh. Për shembull, është pajtohet me psikologën e cila tha që dhuna në shoqërinë tonë, sidomos nëse kthehemi në kaluamën edhe shohim mënyrën që kemi funksionuar me kanon, domethënë dhuna është pasi si mjet ndëshkimi edhe si mjet disiplinor në fakt për fëmijët që fatkeqësisht vazhdon edhe sot. Domethënë çto janë që ato pasoja të cilat i sjell, domethënë ripërsëritje të sjelljeve, pra brez pas breze. Ne në sociologji për shembull mundohemi me kuptu që çështjen e dhunës edhe me shpjegu që dhuna nuk është veç çështje individuale, domethënë
përmes imagjinatës sociologjike. Dhe më thonë, njerës nuk janë shpesh të vedishëm se qysh strukturat edhe pushteti mundet me ndiku në sjelljet individuale. Dhe më thonë, se cili rast, për shembull sot në media, ku raportohet për dhunë, për vrasje, dhe më thonë, mundohemi me analizu një farë forme në një kontekst shumë të ngushtë. Dhe më thonë, pa japim përfundime tepër të ngushta, dhe më thonë që kanë të bëjnë vetëm në raportin mes të dy personave, e që realisht mendoj që është gabim, sepse asnjë veprim i individit nuk vjen aty për aty, ose nuk vjen vetëm raport unë edhe ti, po dhe më thonë është një farë përmbledhje e krejt problemeve tjera të jashtme. Nëse flasim për shembull tek familja, për shembull familja gjithmonë, sidomos të shqiptarët, është pas si një çështje shumë intime, shumë vetëm unë edhe ti, edhe në momentin që nëse dikush ka dashur në fakt me ndërhy, nuk është leju, për shkak se është konsideruar si diçka shumë private dhe shumë personale. Edhe për shembull sot po e shohim që kjo ka filluar veç me ndryshu, dhe shumë mirë që ka filluar me ndryshu, dhe po shpërfaqen, domethënë gjitha krejt dhuna që ndodhin në familje. Për shembull teoritë feministe, sidomos teoritë bashkohore, domethënë e kanë qitë në pa që dhunën, sidomos që ndodhin në familje në raport me burrin dhe gruan. Po në vazhdimsi, mandej është pa që dhuna nuk ndodh vetëm prej burrit te gruaja, po ndodh edhe mes seksit njëjtë, ndodh domethënë ka dhunë edhe mes gruas dhe gruas, e sidomos tek fëmijët, që domethënë këta janë si një tek ta është edhe ma problem për shkak edhe të moshës, domethënë, cilën e kanë, edhe këta nuk kanë një zë kolektiv i cili kish me i adresu problemet e tyre dhe dhunën të cilën ata e psojnë. Sidomos, pavarësisht që sipas hulumtimeve, gratë janë ma pak të prirura me shkaktu dhunë fizike, nështë ta, po ato një farë forme, unë mendoj që e bojnë një farë marrëveshje me dhunën, momentin kur mundohen me ja u jep sidomos fëmijëve djem, qatë modelin e qati burrit edhe qatë supremacin që një mashkull do të me pas. Më thamë pavarësisht që ato nuk bëjnë dhunë fizike aty për aty, mirë po mendësia të cilën e fusin të fëmijë, dhe më thanë është shqetësuese. Do të kalojmë në dy çështje dona para se të vazhdojmë me Emirjetën. Nëse në Kosovë, përpara, ka ekzistu kanuni, kanë ekzistu hierarki të ndryshme, ku i pari shtëpisë ka qenë mashkull, gjysh, bab, miq, dhuna ka qenë prezente prej burrit, prej babës, prej kunatit, prej vjerrit, pra ka qenë gjithmonë natyrës mashkullore, pra gjinisë të kundërt. Duke lënë anash për pak këto, nuk po normalizoj dhunën, patjetër që jo. Por nëse përpara e ke pas brenda familjes, nuk e pas hapësinë dalë shumë të jashtë, kesh komunikim me gjininë e kundërt jashtë shtëpisë. Sot nuk po e din ka po të vjen. Mundet me qenë komshiu, mundet me qenë burri, i dashuri, një familjar, dikush që kalon rrugë, baba, literalisht del në rrugë edhe nuk je i sigurt për kur gjë. Nuk po e bëj Kosovën kaotike, sikur jemi duke kaluar në ndonjë luftë civile, por realisht është shqetësuese ku dita ditës sheh lajme të tilla. Ngritet niveli i stresit, i ankthit etj. Etj. Këtu në Kosovë, nëse deri dje kemi gjyku Shqipërinë nga këndvështrimi jonë, që po ka çdo ditë kronik zezë dhe është shqetësuese, është turp, është marrë, janë dy pika. Ose i kemi modelizu, pra na kanë pëlqy ajo çka kemi pa, apo kemi gjyku para kohe. Pra, po lirohemi, po hapemi, familja po kanë të drejtë tjere të hyjnë në familje, siç është psikologu dhe jo dikush i jashtëm, sepse rëndo marrin këshilla prej një kunatës, prej një vjerrës, prej një shoqes e cila ka një jetë krejt tjetër, edhe atë histori e fusin në shtëpi, pastaj e përvetsojnë në realitetin e tyre. Pse kemi filluar me pas ngjashmëri me Shqipërinë, këto dallime sociale?
Po realisht njëra prej pasojave të dhunës është kjo pasiguria sociale dhe shoqërore që është kriju në vend. Më thonë, sot njerëzit janë shumë të pasigurt me u përfshi qoftë në jetën publike, qoftë në secilin ndërveprim me të tjerët. Ti vetë e potencove që dhe më thonë nuk jemi të sigurt më as në rrugë, as kënd tjetër. Dhe më thonë, ajo që ka mujt me vrejt kohët e fundit, për shembull që për mua është kogja shqetësuese, sidomos tek çiftet e reja, të cilët dëshirojnë me kriju familje, dhe më thonë gjithmonë ekziston ajo dilema ku me rrit fëmin. Dhe më thonë për shkak gjithë qytyve çka është të ndodhë realisht në shoqërinë tonë. Nëse shohim për shembull dhe mundohemi me analizu konkretisht me Shqipërinë, pasive që përmende, unë mendoj që nështë tash po flas në periudhën e para luftës, kemi pas tjera rrethana dhe një farë forme kemi pas një trysni mbi neve, edhe sepse gjithë e dim që kemi qenë në okupim një farë forme. Edhe krejt luftën e kemi pas me ta. Dhe me thonë, krejt që atë mlepin e kemi shfry një farë forme të ta. Derisa tash jemi veç na shqiptarë, edhe dhe me thonë, krejt që ajo dhunë, që ajo është këthy të njëri tjetëri. Mendoj që ne akoma luftoj me vetën, lere më me tjerët. Michael Jackson ka një këngë shumë të mirë, Man in the Mirror. Pra gjithë shka fillon tek vetja dhe kur thoni që fëmijët është rrezik me i rrit në vendin tonë, nga çiftet e reja sot, në fakt duhet të reflektojnë sepse gjithë shka realisht fillon tek vetja. Mirjeta, shpeshher kjo dhuna psikologjike, sikur trajtohet se nuk është diçka shumë e madhe. Ajo fizike është ajo që çampesh, pra duhet të kesh një shenjë në trup, një gru, apo një burr, apo një fëmijë, mos përjashtojmë dhe burrat, mos bëjmë dasi, sepse ka pas dhe raste ku një grua ka dhunu burrin, pavarësisht që për burrat mund të thuhet që është krenari mashkullore. Mirë po, për të kthyer në pyetje, pse dhuna psikologjike është më e kapërcysh me lehtë? Pra nuk trajtohet në kur farë forme me rëndesën e njëjtë si dhuna fizike? Nëse flasim në sa i përket rëndesës, të dyjat kanë rëndesën e njëjtë. Ndoshta po e them, kjo psikologjike mund të jetë me afat gjate, sepse para çdo dhune fizike vije njëherë dhuna psikologjike. Para çdo dhune seksuale vije dhuna psikologjike, fizike dhe ajo seksuale, që do të thonë mbledhen 2 ose 3 lloje të dhunës tek një person. Ndoshta e vetmja arsye është ku kjo fizike, do me thonë tashti në kohë të fundit është bëm që stop dhunës, mi po ne po ja atribuohem vetëm dhunës fizike. Nëse kthehemi edhe mendojmë, në fakt të gjitha ato, po e them ndoshta gra, ose dhe burra, ose dhe fëmijë, të cilët përjetojnë dhunë fizike, para kësaj paraprin dhuna psikologjike. Zakonisht fillojnë njëherë konfliktet, po e them në çift, pastaj debatet, zënkat, sepse nuk mund të vi vetëm dhuna fizike pa pasur diçka që i paraprin kësaj dhunës fizike. Gjithashtu dhe tek fëmija, për shembull nëse flasim, nënat së pari ose baballarët njëherë fillojnë me kërcënimet, ndoshta me dënimet, e cila është një farë lloj e dhunës psikologjike, mbyllja në banjë ose mbyllja në dhomë, e cila dhe kjo është lloj i dhunës psikologjike dhe kur fëmiu edhe këto nuk i aprovon, atëherë fillon edhe dhuna fizike. Në fakt, tek ne flitet pak për dhunën psikologjike. Çka konsiderohet dhunë psikologjike, cilat janë rastet të cilët ne duhet thjesht ku duhet të trokasim kur ne përjetojmë dhunë psikologjike dhe cilat janë pasojat e dhunës psikologjike. Sepse dhuna fizike, do me thonë, është ajo e fundit e cila mund të vije dhe ka shumë persona të cilët nuk e përjetojnë hiç dhunën fizike, mirë po, gjatë jetës së tyre, çdo ditë përballen me dhunë psikologjike. Kërcënimet e shumta ka fshi një personi, po flas që nga fëmiu deri tek personi i cili duke përjetuar këtë fenomen, është mosliria e këtij personit, për shembull kur nuk i lejohet të bëj atë që don, i cënohet e drejta e lirë e tij, mos cënimi do me thonë i fjalës, ku nuk i lejohet të flas atë të cilën ajo mendon ose ai mendon,
Dhe këto janë disa forma të dhunës të cilet një duhet të flasim më shumë dhe persona duhet të jenë të vetëdijshëm që këto janë forma të dhunës të cilet kanë ndikim po të njëjtë me atë fizike. Dhunën fizike mund edhe ta denoncosh më lehtë, sepse mund edhe të kesh shenja, po flas në rastet ekstreme të cilet ndodhin, ndërsa dhuna psikologjike është ajo e cila mbërthehet brenda një personit, derisa bëhet e papërballueshme dhe derisa personi kalon në ndonjë simptom të ndonjë çrregullimit, që janë për shembull çrregullimet e depresionit, të cilët zakonisht vijnë prej këtyre fenomeneve, mbyllja në vete, mos dëshira për të dalur me persona të tjerë, mos dëshira për të pasur jetë sociale, mos dëshira për të ndjekur aktivitetet të cilat më herët i ka dashur ky person, dhe të gjitha këto na atribuojmë simptomat e dhunës psikologjike. Mirëpo përveç dhunës psikologjike, e cila mundet më bëu përmes fjalëve të cilat dikush i thot, përmes rëndësisë që dikush na thot, përveç këtyre gjitha stopimeve të cilët dikush mund t'i bëj me jetën tonë, atër është edhe dhuna emocionale, kur dikush në fakt po bën dhunë emocionale karshi teje, po dëmton emocionalisht. Dhe unë mendoj që prej të vegjël, sidomos shkolla dhe institucionet përgjithse, duhet të bëjnë më shumë kampanja rreth dhunës emocionale dhe dhunës psikologjike. Dhe fëmijët të dinë se si ta konkretizojnë dhunën, si ta ndajmë dhunën, cila është dhunë emocionale, cila është dhunë psikologjike, cila është dhunë fizike. Të cilën tash e dim dhunën fizike. Mirë po, një gjë që shumë e rëndësishme, sidomos ka qenë gjithmonë mirë po edhe tash, sepse ne po raportojmë dhunën, po raportojmë dhunën fizike kur po ndodh ndoshta një herë, 2 herë, 10 herë, sepse ka edhe shumë persona të cilët, sidomos femrat, mund të jetojnë ende me dhunë pa raportuar asnjëherë. Nuk janë vetëm këto raste të cilët ne i shohim. Ka dhe shumë më shumë brenda këtyre rasteve. Sepse në fakt jemi duke e kaluar dhunën brez pas breze, nuk është duke u stoppuar. Dhe nëse ne ushtrojmë dhunë tek fëmijë, ne duhet ta dimë se ai fëmijë kur bëhet një person i rritur dhe krijon një jetë martësore me dikë, nëse ne kemi ushtruar dhunë karshi tij, ne duhet të supozojmë sepse edhe ai mund të ushtrojë dhunë karshi gruas, për shembull, ose gruaja karshi burrit ose karshi fëmijëve të tyre, sepse nuk kemi ditur që ta stopojmë këtë fenomen dhe nuk kemi trajtuar. Për këtë arsye, unë mendoj që trajtimi i simptomave të cilët ne kemi kaluar deri tash, është një çelës si për veten tonë, gjithashtu edhe për brezat e ardhshëm që ne dëshirojmë të rrisim deri tash. Mirëpo, unë mendoj që fëmijët, pavarësisht që përjetojnë dhunë, nuk kanë ku të atribuohen dhunës, kujt të shprehin dhunën, ku ta denoncojnë dhunën. Sepse një fëmijë i vogël nuk do shkoj në polici që ta denoncoj dhunën. Në fakt, edhe në shoqëri nuk do e flas këtë, sepse normal është kjo tendenca që përqeshet, bullizohet, e krejt këto gjëra tjera, domethënë edhe pse përjetojnë fëmijët në ditët e sotme dhunë, këto domethënë shefën. Thjesht tek ne në ditët e sotme po shfaqet një dhunë e msheft. Në kohët më të kaluara është bërë një dhunë të cilën krejt e kanë ditë, që për shembull një fëmijë edukohet në atë mënyrë duke ushtruar dhunë karshi tij dhe ka qenë shumë tabu, po e them ndoshta të del një fëmijë i cili nuk është ushtruar dhunë karshi tij, ndërsa në ditët e sotme të gjithë thonë që nuk ushtrojnë dhunë karshi fëmijëve, mirë po unë mendoj që ndoshta një 80% ende ekzistojnë që fëmijët mund rriten përmes dhunës dhe kësaj forme të edukimit dhe të disciplinimit, e cila është mjaft shqetësuese, sepse ne nuk kemi nevojë të bëjmë hulumtime madhore. As nuk është në ndonjë hulumtim në Kosovë i cili tregon se me përqindje sa përjetojnë fëmija dhunë. Kemi mungesa në fakt të institucioneve që cilat bëjnë hulumtime edhe në aspektin psikologjik, jo vetëm atë social. Mirë po, edhe në fakt nëse e flasim me çka do e masim. Për shembull, do e masim me picor, mirë po ai fëmijë do jetë me mbikëqyrjen e prindit. Sa do t'jenë reale këto hulumtime nëse ne i bëjmë? Po edhe nëse bëjmë hulumtime për të rritur, po prap është diçka të cilën e kam thënë edhe më herët. Pra, nëse ne përmendet edhe më ngeli në mendje po lidhet me këtë, thatë kampanja vetëdijsuese. Nëse i bëjmë kampanja vetëdijsuese për fëmijë, nëse prindrit janë agresiv dhe të thënshëm,
nuk do mend që nuk kam e i qunë ato kampanjave disuse. E asat a vetë nuk kanë me qenë prezent, sepse i bie me luftu me veten, pra nuk janë në rregull me veten, e lere më të shkojnë të marrin një mësim. Nuk janë të trajtuar fillimisht me një psikolog, apo nëse ka nevojë për psikiatër, për të kuru për veten e pastaj për të fillu të kuru edhe fëmijën si pasojë e vetës. Kështu që nuk mundemi të themi aq lehtë që ndoshta një hulumtim nuk mundet me u marrë ashtu siç duhet, po të paktën duhet ketë një fillesë se ku realisht mund të adresohen. Kur ka statistika të dhona, është më e qartë për të pas një pasqyrim mbi veten e për shoqërinë tonë, edhe në aspekt social, edhe në aspekt psikologjik, të shohim ku jemi me problematikat tona, sepse na dallojnë. Po, mirë po të kjo pjesa e kampanjave, unë mendoj se së pari, para një hulumtimi duhet të jetë një kampanjë që të selektohet dhe të di fëmijët të identifikoj dhunën. Dhe më thanë që nuk është dhunë vetëm ajo kur ty prindit të godet. Kjo është shumë rëndësi, që fëmijët të vedisohen se çka është dhuna. Nëse fëmijët vedisohen se çka është dhuna, nëse më vonë i jepet një picor për ta plotësuar, ai do e di se për shembull nëse prindi e ka kërcënuar, edhe ajo konsiderohet dhunë. Sepse nëse nuk informohet për këto, atëherë ai do e konsiderojë sikurse dhuna është vetëm fizike kur dikush e godet. Unë mendoj që edhe shkollat, edhe institucionet, në atë mënyrë që mundën dhe me aq sa mundën, se mendoj se është shumë shqetësuese, për faktin që nuk kemi nevojë të bëjmë hulumtime madhore, sepse vetëm të bëjmë gjysmë kilometri rrugë në shesh ose dikon tek lodrat, sepse tash janë vetë prindë dhe më bie të shkoj në vende ku janë edhe prindë të tjerë, ne gjatë gjithë kohës shohim krahasime mes njëri tjetrit, që është një formë dhunës psikologjike. Ne gjithmonë shohim kërcënime, tash kur unë ty të çojnë shpe, kemi pasë çka ka me të bëj. Jo gjithmonë ka pikën e juaj, apo edhe të dikujt që nuk e ka profesionin psikologës. Po gjatë gjithë kohës e shohim, domethënë ne jemi prezant dhe ne po e shohim, nuk kemi nevojë për hulumtime shumë madhore që më thonë ka dalë kjo statistikë, se nëse bëhet një hulumtim i mirëfillt, unë mendoj, më vjen keq, mirë po mendoj që 90% e fëmijëve në ditët e sotme përjetojnë dhunë, fatkeqësisht. Po, unë mendoj që realisht mas pari ishtë dashtë që ky vedisimi me ndodhë pikërisht e prind, për shkak se ata një farë forme ja u imponojnë edhe mandej ajo prej fëmijëve shihet si normalitet. Dhe me thonë, se cili fëmijë, jam i sigurt që të ne është e merë shumë normali, dhe me thonë, nëse një prind e ngrit zërin shtëpi, edhe bërte qofë ndaj gruas apo ndaj ti. Dhe me thonë, është shqetësuese mënyra që na e shohim dhunën ndaj fëmijëve. Dhe e marrim diçka shumë normale, e marrim si mjet disiplinor, si edhe për shembull të e the shumë mirë që mjafton veç me dalë në rrugë ose me shku me një kënd të lodrave edhe të kime pa qatë mënyrën se qysh trajtohet fëmija, mandej qysh bohen ato krahasimet, që aje ka bo që sa mirë e ka bo, ti nuk e ke bo mirë, aje ka dit me bo, ti nuk po din me bo mirë. Po, edhe dhe me thonë, shambull, Bell Hooks është një teoriciente feministe, e cila pikërisht u nis prej kësaj mendësi seksiste, ajo nuk pajtohet me qëtë termin dhunë në familje. Për shkak që si pasaj me termin dhunë në familje, ti po mundosh një farë forme me minimizu dhunën, në diçka shumë personale dhe në diçka që gjithë njerëz munden me thonë që okej, në familje nështë ka pak dhunë, mirë, po nuk mundet me qenë dhuna qaq brutale, se është diçka shumë intime, është familje. Ajo thot që në vend të termit dhunë familjare, do të me qenë dhunë patriarkale. Dhe me thonë, është që ajo... Nga vetë fillesa që thatë feministe, se që prita diçka të ngjashme. është që ajo mendësia seksiste që qaj dominimi mashkullor që rritet, qoftë vajza, qoftë djali në familje. është shprehje, pra është një teori e saj, nuk e kam përballë, po me qësole, po të replikoj, kemi edhe 10 minuta, na duhet të dy çështje me prej shpejt, po veç për të kthy përgjigje në këtë. Atëherë si duhet me u quajt dhuna prej nënës tek fëmiu. Sa aty nuk hyn patriarkaliteti pastaj. Kemi çështje të ndryshme, pra e kuptoj movement të feminizmit, e kuptoj se si mund të... Për vete jam shumë kundër, kjo nuk do të thotë që nuk ju lë hapësirë të shprehni mendimin tuaj, patjetër që jo. Por ka shumë hapësira të cilat dhuna mund të shprehet
pra thash, nuk kemi shtjelluar ndë shumë qka, ekonomiken, seksualen, dhunat. Pra kemi shumë sferat ndryshme të cilat nuk duhet kanalizu vetëm si pra t'i gozhdojmë burra, që është vetëm dhuna prej tyre, fakt që në kaluarën ka nisë prej tyre, po vazhdojnë edhe sot prej tyre fatkeqësisht, po nuk përjashtojmë këto dhe gratë. Po, realisht, une veç e ceka ma herët që, dhe më thonë, dhuna nuk ndodhë veç burrat ndaj grave, dhuna ndodhë edhe mes grave dhe fëmijëve, bile prej statistikave të shumëta, po s'ka nevoj me bo statistika e, sepse në jetën e përditshme të eshe, për shkak që nanat zakonisht janë ato që rrinë me fëmijët, edhe e shohim gjithë dhunën, qoftë psikologjike, qoftë fizike, që bojnë ndaj fëmijëve. Po që kjo është që ajo ideja e mendësisë seksiste, dhe me thonë që ati superioritetit, kur një individ, dhe me thonë, e ka një lloj pushteti ndaj tjetrit. Tash në këtë rast për marë, nana e ka një farë pushteti ndaj fëmijës vetë. Edhe qatë pushtet mandej mundohet me shpërfaq të fëmijan që të rast. Qysh ndodh edhe të mashkujt, për shembull, zakonisht ndë një burr i cili nuk ka ndaj pozit ose ndaj mënyrë ku me shpreh qatë superioritetin edhe qatë pushtetin e ti, në momentin që kthehet në shtëpi, dhe me thonë mundohet që qata me tregu të gruaja në qëtë rast. Dhe me thonë, se cili individ mundohet me lujtë rolin e qati autoritetit, kur e ka dikën tjetër që është pak ma i but, ndështa me qujtë në qëtë rast. Në varet pastaj sa mundet me shtrije qafën, aqë sa të mbrinë, që dhe të populli, kështu që në varet pastaj, prap thash, aqë sa abuzon me pozicionin në familje, nuk din me nda. Kemi edhe dhunën ekonomike, cila ndikon në vetbesim, kryesisht nuk po përjashtoj gjininë femërore, por dominon shumë në gjininë mashkullore, për shkak të financave, menaxhimit, familjes, ashtu se si prej natyrës edhe është personi i tyre, struktura e tyre, ashtu dhe si që është tipi i tyre. Për fund, ju lutem shkurtimisht, sa është i përgatitur sistemi arsimor, shëndetësor, mirë ju përmendet cilat rastet cilat kur kanë dhunë psikologjike, nuk kanë ku me adresu, me telefonu edhe me u anku për këtë rast, në shtatë një lloj denoncimi. Si po gjendet Kosova në këto kushte dhe a jemi të gatshëm base nëse ndonjëherë mund të kemi një adresë për të shku, sa mund të jemi të sigurt? Sepse një gru mund të raportoj dhunën psikologjike dhe për fizike dhe që po kanë shumë mendime, në duhet me bo ose jo. Se që thatë, që ka shumë nuk e denoncojnë, por në këto psikologjike, në rast që shkon dhe denoncon, nuk ke mbrojtje ma. Je vetë në fusht hapën për balë armikut që e ke në shpe. Armikut kushtimisht. Po e riciku dhe njëherë. është kitë të gjithë se cila shtëri, sepse gjithë se cili punojnës, i cili punon, qoftë në polici, qoftë në shëndetësi, qoftë ku do qoftë, nëse është i normalizu për i dhunës, sidomos ato psikologjike. Dhe fatkeqësisht, nëse një femër shkon një grua, shkon edhe e denoncon rastin e dhunës psikologjike, me ligje nuk e di sa mbrohet dhuna psikologjike, vetëm mund të gabohëm në këtë mes, shkon denoncon dhe raporton për dhunën psikologjike që është bërë, me gjas, fjale e parë të cilën i thuhet, të kur që nuk pas ka bo. E kjo është dhe me thonë, vetë që një do të kalum breza e breza që të vedisohemi, fatkeqësisht. Sepse është normalizimi, është faktori kryesor dhe normalizimi është ajo të cilën thjesht po i cënon të drejtën e shprehjes dhe të drejtën ndoshta të raportimit të këtyre personave karshi aty ku ajo mendon që mundet me gjetë mbrojtje. Nëse kalon në një ose në rastet të tjera kur zakonisht nëse një femër përjeton dhunë psikologjike ose emocionale ose financiare ose çfarë do qoftë, nëse tregon brenda familjes saj
unë mendoj që shumë pak familje janë të cilat i thonë, për shembull, në rregull, kjo është një dhunë psikologjike që ty po të ushtrohet dhe ti duhet që ta raportosh në një vend tjetër ose duhet të ndahesh. Në shumicën e rasteve, po e them në 60-70% të rasteve, vetë familja janë ata të cilët thonë që asgjë nuk pas ka ndodhur, sepse është normale kjo. Ndonjëherë keni zënka, ndonjëherë mirë, po në fakt kemi shumë pak në këtë mes dhe nuk e di se si mundet me funksionu. Mirë po, mendoj që vedisimi i grave, si që vedisuar karshi dhunës fizike, po e them një pjesë e rëndëm, sepse ka dhe pjesëra të cilët e përjetojnë këto dhe kanë kaluar dhe kanë falur dhe vazhdojnë jetën me ata persona, ndoshta ndonjëherë thojnë për hatër të familjes, ndonjëherë për hatër të fëmijëve, mirë po nuk e din që kjo vetëm shkon edhe rëndohet, sepse unë mendoj që dikush që ushtron dhunë një herë karshiteje do e bëj edhe herën e dytë, dikush që ushtron dhunë karshi fëmijëve do e bëj edhe herën e dytë edhe herën e tretë, domethënë kjo do vazhdojë. Nëse ti je personi i cili fal, atëherë edhe personi tjetër është që e den ku ti fal. Dhe duhet të vedisohen gratë dhe të adresohen aty ku duhet. Për shembull, edhe ndihma psikologjike është natyrisht shumë esenciale, mirë po nëse kjo ndodh pi bashkëshortit, seanca duhet të jenë çift, sepse vetëm një person nuk mund të ndryshojë në këtë mes. Ti mund të bësh çmos si profesionalist që të shërosh plaget e personit i cili është prej e dhunës psikologjike, mirë po në fakt nuk mundesh burimin ta rregullosh dhe nuk mundesh të intervenosh tek burimi, i cili në këtë rast mund të jetë për shembull bashkëshorti, babi ose kushdo qoftë që ushtron dhunë karshia saj, femra ose atij personit në përgjithësi. Kështu që ne duhet të gjejmë burimin dhe nuk duhet të intervenojmë natyrisht që po, mirë po, para se të shuhet burimi, në këtë rast nëse është për shembull bashkëshorti i cili ushtron dhunë psikologjike tek gruaja, atëherë ne duhet të merrem edhe me bashkëshortin, jo vetëm me gruan. Varësisht nga situata. Varësisht nga situata. Dhe në këtë mes kemi shumë ndoshta për të folur dhe duhet të jenë secili organ kompetent të marrë përgjegjësinë mbi vete dhe të mos e normalizojë dhunën dhe sa më shumë të flitet rreth dhunës psikologjike, që është flitur deri vonë, janë bërë reklama të shumta që duhet i themi stop dhunës fizike. Të njëjtën gjë duhet ta praktikojmë tash edhe me dhunën psikologjike, sepse rëndësën emocionale dhe gjithë pasojat i ka ndoshta po e them ndoshta edhe shumë të rënda, sepse është gjatë gjithë kohës prezente, se sa edhe dhuna fizike. Dhe si shtat janë më afatgjate. Më afatgjate. Po, shkurtimisht të dona jemi si shoqëri gati ndoshta për të përgatitur në këto kushte tjera, hapat tjerë. Unë mendoj që po, nuk jemi as pa gati, pavarësisht gjitha raportimeve që bën, domethënë qysh e përmend edhe parafolsja, në qoftë se një gru domethënë shkon me bo një ankesë për bashkëshortin e tij, tash në këtë rast, domethënë çka ndodh, në atë moment punëtorët social domethënë mundohen me minimizu çat fardhune dhe me kthy prap gruan në shtëpi me abuzuesin, domethënë. Me personin e njëjtë i cili realisht gjatë gjithë kohës ka ushtruar dhunë, edhe i kemi pa, domethënë gjitha rastet e vrasjeve që kanë ndodhur në Kosovë, vrasësit kanë pas, domethënë, një të kaluar të tillë. Domethënë, kjo ka ndodhur pikërisht sepse nuk janë marrë masat adekuate, është mundu me u minimalizu edhe një farë forme me i pajtu qiftet me zveti, domethënë kanë ndërhy punëtorët social të mundu me i pajtu hajt për hatër të fëmijëve, për hatër të familjes, edhe realisht krejt gratë janë vrarë, domethënë, pikërisht brenda mureve të shtëpisë prej burrave tyre. Kështu që mendoj që në këtë aspekt nuk jemi as pak, jo. Para se t'ju falenderoj, përmendëm për ligjen, po hyja për kërkoja në ndërkohë, në embron ligje dhunën psikologjike, në gazetën zyrtare të Republikës së Kosovës, në internet, ku që secili ka akses sot, mjafton çka doni me pa, është ligji numër 03L, thyje për lëm 182, për mbrojtje nga dhuna në familje. Në anën e parë është një përgjithësim i çka ofron dhe dispozitat e përgjithshme, kurse në anën e dytë i keni përkufizimet dhe secilin specifikacion të cilën mund t'ju
mund të duhet patjetër në rast që e keni në shtëpi që uroj shumë jo, edhe në rast që e shihni dikon pra ligji është shumë i qartë në nene dhe në nene të saj, të cilat sqarojnë me saktësi se çka përfshin dhe në çka jeni i abuzuar edhe në çka duhet, nga kush dhe nga çka duhet të mbroheni. Po shpresojmë që veç ka mu zbatu në praktikë. E po, të paktën një hap i mirë është që ekziston, unë nuk du t'jem pesimista as pak, mund të kishim qenë edhe një shtet cilat nuk i ka heq këto rregulla, kështu që fatmirësisht janë ligjet, poroj vetëm të hyjë në funksion. Kemi shumë problematika të mëdha shtetërore, të cilat nuk po arrim në fakt të merremi me shoqërinë bazë të secilit. Po për sa kohë kemi punonjës si ju që e kryeni punën me ndershmëri pastër, në mënyrë që t'jeni edhe më pranë audiencës, jeni më korrekt, edhe jashtë medjave, patjetër që shteti do të funksionojë, bota do të ecë, dielli rrotullohet dhe gjithçka shkon mbar. Dita është kjo për neve. Mileta, ishte shumë kënaqësi, faleminderit që ishit në 2-2 dhe dhatë kontributin tuaj në diçka shumë të rëndësishme dhe delikate. Faleminderit shumë, edhe pse ndoshta mund të jenë minutat jo shumë të zgjatur që të flitet për një temë e cila në fakt është shumë delikate dhe duhet të flitet shumë në mënyrë që të vëdësohen populli, mirë po prapë se prapë për çdo gjë të cilën mund të jam kontributin tim në vëdësimin e shoqërisë, jam këtu për ju. Faleminderit shumë. Edona, ishte shumë kënaqësi. Faleminderit, atë kënaqësia ishte imja, pavarësisht temës për të cilën folëm, po unë po shpresoj që rastet e dhunës kanë me shku tu zvoglu edhe mos me pas dhunë. Faleminderit shumë. Kemi vëdësim fillimisht, të trajtohemi pastaj dhe në mënyrë që të kemi sa më pak raste. E urojmë shumë për të njëjtën. Pas gjatur, po hiq nga stafi 2-2, regjia, kamermanët dhe nga unë, natën ju vazhdoni që ndroni me TV1.